Kriza e ujit këtë verë goditi fort zona turistike të Shqipërisë, duke treguar se pas premtimeve për zhvillim, mungesa e shërbimeve bazike mbeti një plagë e hapur. Në Durrës dhe fshatrat përreth, banorët dhe bizneset u përballën me ndërprerje të përditshme të furnizimit me ujë, ndërsa turistët u detyruan të largoheshin për të gjetur akomodim diku tjetër. Në Xhavzotaj dhe Rashbull, vetëm pa kilometra nga qendra e qytetit, rrjeti amortizuar dhe tubacionet e vjetra lanë zona të tëra pa ujë të pishëm për disa ditë. Një situatë e ngjashme u pa dhe në shkëmbin e Kavajës, ku mbyllja e rezervuarit të Manskuris preku qindra biznese dhe banesa. Sipas një pyetësori të Anforës, 41% e qytetarëve raportuan mungesën e ujit të pishëm në 2 deri në 5 herë gjatë verës, ndërsa 33% një herë të vetme dhe 26% në më shumë se 5 raste. Pasojat u ndjen menjëherë pasi restorantet dhe hotelet pësuan humbje, u anuluan rezervimet dhe nga ana tjetër u rriton kostot për sigurimin e ujit në cisterna. Kjo krizë vërtetoi dështimin e menaxhimit publik dhe mungesën e investimeve afatgjata në infrastrukturë, ndërsa autoritetet lokale dhe qendrore premtuan zgjidhje, komunitetet mbeten në pritje. Nëse Shqipëria nuk garanton furnizim të qëndrueshëm me ujë, rrezikon të humbas besueshmërinë si destinacion turistik.